Këtu është horoskopi e hënë 7 prill 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ju keni armët e duhura për të marrë atë që meritoni në punë. Është një ditë e mirë për të udhëtuar. Demi. Çuditërisht, një telefonat e rëndësishme do të mbërrijë pas dite. Kjo është gjithashtu një periudhë e vlefshme për të ushtruar disa ide të reja, për të provuar të vlerësoni propozime. Binjaket. Dikush do të vendosë të braktisë një rrugë në favor të një tjetre. Mundohuni t'i bëni gjërat me shumë qetësi, shërim në mbrëmje. Gaforja. Pika të mundshme kthese në marrëdhëniet profesionale. Tani për tani ju duhet të bëni një zgjedhje dashurie. Ftesat e këndshme sot dhe nesër. Luani. Ndryshimet në punë ose në studim, kjo kohë do të jetë në favorin tuaj. Ftesat për të mos refuzuar. Virgjeresha. Më në fund, jeta e marrëdhënies bëhet e gjallë dhe strategjitë e reja do të jenë gjithashtu të rëndësishme në punë, veçanërisht për ata që kanë biznesin e tyre. Peshorja. Sot do të flisni përpara ose do të mendoni se si t'i merrni ato për të kryer një projekt. Kini kujdes që angazhimet të mos kufizojnë disa hapësira në lidhje me dashurinë dhe miqësinë. Akrepi. Dita që fillon në këmbën e djathtë. Jeta e dashurisë mbështetet nga një situatë rikuperimi të qartë, një ditë për të qenë pozitiv dhe aktiv edhe në vendin e punës. Shigjetari. Mos bëni hapin më të gjatë së këmbën në punë, duhet të shkurtoni disa shpenzime, të rishikoni disa llogari. Sot jo të gjitha veprimet tuaja janë kuptuar dhe pranuar nga ata që ju rrethojnë. Bricjapi. Do të jetë më e lehtë të mbështeteni tek pikat tuaja të forta dhe kreativiteti, sepse do t'i hapen dyrë të reja suksesit. Nëse jeni duke kërkuar për një dashuri, jini të zënë. Ujori. Në këtë moment, mos e teproni me provokimin e dashurisë, mos flisni dhe thoni gjëra të gabuara. Keni shpenzuar shumë, projekte të rëndësishme në mendje por shumë të kushtueshme, sot shmangni çdo konflikt në familje apo në punë. Peshqit. Ka një farë melankolie që do ta mposhtni deri në fund të kësaj dite, në fakt në tërësi mund të flasim për 24 orë interesante, kontakte me një njeri të largët. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.